Ju përshëndet shikues të nderuar të NTV, jemi së bashku në emisionin Aktualitet edhe për ditën e sotme. Si çdo ditë nga e hëna të premte, ne diskutojmë këtu për aktualitetin e vendit, të rajonit dhe atë ndërkombëtar. Sigurisht ditën e hënë flasim edhe për sportin dhe për futbollin gjithashtu. Mirë, sot do ta nisim me një të ftuar të cilin e kam në lidhje të drejt për drejt me studion tim, është politologu Rej Sheu. Rej, të përshëndes, faleminderit që jemi së bashku. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Do të flasim bashkë për aktualitetin në vend, ngjarjet që kanë ndodhur ditët e fundit me theksin tek emërimet e ministrave të qeverisë së re dhe konstituimin e kuvendit ditën e premte dhe të betimin e deputetëve kështu. Po e nis nga emërimi i ministrave re, si tu duk pati pika kulmore fjalimi i Ramës, pika sensacionale të cilat u pasqyruan edhe ndërkombëtarisht, po themi kështu, siç është rasti i ministres së prokurimeve, që është inteligjencë artificiale, diella. Nga ana tjetër pati rikonfirmime mjaft forte, siç është rasti i zonjës Balluku në atë pozitë ku është dhe zhvendosje brenda kabinetit, por edhe emrat e rinj që erdhën. Po. Atëherë duke vazhduar në vazhdën e asaj çfarë ndodhi ditën e premte kur u bë konstituimi i kuvendit dhe zgjedhja e kryetarit të ri të kuvendit Niko Peleshi, presim që këtë javë të bëhet konstituimi i qeverisë nga parlamenti. Unë si politolog nuk është të shikoj diçka ndryshe, pak a shumë jam pothuajse të njëjtët emra të ricikluar, me disa përjashtime të veçanta këtu duke përfshirë risinë e vendosjes së një gruaje në Ministrinë e Brendshme, që në dijenin time kjo është hera e parë që ndodh në të gjithë legjislaturat të kuvendit të Shqipërisë. Kemi një teknokrate në vendosjen e Ministrisë së Shëndetësisë, ndërkohë kemi edhe një risi, i cili është fenomeni diella. Po, fenomeni diella, po. E cila ka shkaktuar debat, qoftë në opinionin publik, po edhe përse përket brenda kampit opozitar, se si do funksionojë diella, domethënë ky AI do jetë në varësi të kryeministrisë, apo është thjesht akshi me një emër tjetër. Pra ka disa pikpyetje. Nga njëra anë duket një lëvizje e guximshme përse përket të natyrës korruptive që është akuzuar për shumë vite kjo qeveri, po dhe qeverit më përpara, gjithsesi mbetet për tu parë se si do funksionojë diella. Diskutimi që domethënë inteligjencës artificiale, cili do të algoritmi i diellës, kush do mbajë përgjegjësi për diellën? Diskutimi që është bërë gjatë këtyre ditëve ka të bëjë edhe me çështje teknikisht ligjore, pra nëse është antikushtetues apo jo dekreti i presidentit Bajram Begaj që autorizon, po them, kryeministrin Rama për krijimin e kësaj ministreje ose këtij departamenti, si mund ta them ndryshe, se është diçka e çuditshme në pamje të parë. Kjo është totalisht e çuditshme. E vetme gjë diçka pozitive që shikojmë në të lloj këndvështrimi është fakti i duke qenë se kemi të bëjmë me një çështje që është sensitive përse përket fenomenit shqiptar, i korrupsionit. Do shikojmë diella se do sillet, a do marrë vendimet e drejta apo jo. Dhe në rastin nëse do kemi një aferë abuzive, kush do mbajë përgjegjësi në këtë rast? Sipas dekretit presidencial, supozohet që kryeministri është përgjegjës për diellën. Pra, nëse diella do bëjë një gabim në anën e prokurimeve, a do të ketë përgjegjësi kryeministri në këtë rast? Kjo mbetet për të parë. Por gjithsesi nuk është e shikoj si diçka totalisht heretike, siç po e përcjell opozita. Do të kemi parasysh, jemi në vitin 2025, roli i teknologjisë është shumë i lartë. Unë si i ri e mirëpres përfshirjen e teknologjisë. Dhe nëse diella do ketë impakt pozitiv, atëherë pse jo? I bie që është diçka e munguar për sa i përket realitetit shqiptar. Por ama nëse diella do jetë thjesht një kamuflazh për të treguar se si do të funksionojë çështja e prokurimeve në Shqipëri, atëherë kjo mbetet për të parë. Është diçka e re dhe e gjykoj se jemi akoma shumë herët për të folur për të. Për të ngelur tek ministrat e kabinetit të ri, përmendej që Ministria e Brendshme është një dukuri edhe kjo për herë të parë, pra një grua në krye të dikasterit të punëve të brendshme, po themi kështu. A të bëri përshtypje ndonjë emër tjetër, po themi?
Në përgjithësi kemi të bëjmë me rikonfirmime. Pra, përsa i përket zëvendës kryeministres është Balluku, emrat të kryesor të qeverisë janë emrat të cilët kanë qenë më përpara në funksion administrative, qofshin brenda partisë, brenda komisioneve parlamentare, apo dhe thjesht transferimi nga ministria në ministri. Pra në të lloj raste nuk është të shikojë ndryshime shumë të mëdha. Ajo çfarë vlen për të vlerësuar përsa përket fenomenit politik shqiptar është ne kemi tiparet e një lloj politike vertikale. Që do të thotë? Pra, politike e cila komandohet nga kryetari. Në këtë lloj rasti kemi kryeministrin, pra është kryeministri përgjegjës. Nuk ka rëndësi cili do të jetë, cili do të vendosë në kabinet qeveritar, në fund të ditës kryeministri është ai që vendos. Kjo është tipologjia kryesore politike që kemi ne si vend. Duke pasur parasysh edhe fenomenet e mëparshme përsa i përket posteve ministrore në Shqipëri, do të kemi parasysh një post ministror pak a shumë jetëgjatësinë e tij 2 vite e ka. Edhe ato riciklohen. Kryeministri Rama është treguar i kujdesshëm gjatë gjithë viteve të zbatimit të detyrës së tij si kryeministër, ku po ta keni vënë re nuk është se i jep shumë pushtet ministrave. Po thosë se gjithë ministrat në Shqipëri 2 vjet e kanë shërbimin e tyre, më pas riciklohen nga emrat të tjerë. Dhe duke pasur parasysh, riciklimin nuk është të shikojë diçka jashtëzakonisht shumë të veçantë. Domethënë po keni parasysh zonja Spiropali është emër i cili ka qenë pranë kryeministrit, qëndron ende bëhet pjesë. Thjesht ka ndryshuar nga drejtimi i kuvendit tashmë me ministrinë e jashtme. Kemi Delina Ibrahimin, gjithmonë është marrë me çështjet e financave, vjen përsëri si ministre e ekonomisë. Kemi Piero Vengon, kemi, do të pak a shumë, po ta vini re të gjithë emrat të cilët janë pjesë e kabinetit e Rama 4 ose qeverisë së re, janë emrat të lakuar brenda Partisë Socialiste. I vetmi rasti i veçantë në këtë fenomen është përfshirja e një emri të ri, i cili është emri i zonjës Evis Sala si ministre shëndetësisë. Pra që kemi të bëjmë me një teknokrate e cila vjen nga jashtë dhe sill ekspertizën e huaj në Shqipëri. Përse për këtë të tjera dhe pastaj janë thjesht rikonfirmime. Qartë. Mirë, hidhemi tek çështja e dytë që është çështja e kuvendit të Shqipërisë, konstituimit të kuvendit, por jo thjesht konstituimit të kuvendit. Në fjalën e vet, një ditë herët, kryeministri Edi Rama tha se do të bëjë reformë në kuvend duke ulur numrin e deputetëve nga 140 sa është aktualisht në 101. Pra një ligj të ri për kuvendin i cili mungon sipas kryeministrit Rama, por gjithashtu do të ndërmarrë edhe reforma të tjera. Reformë zgjedhore me depolitizimin e administratës, një reformë, një rishikim i reformës territoriale, rregulla të reja për komisionet hetimore, të cilat janë diskutuar edhe ditën e hënë, kaq. Tani si e sheh, po them, të gjithë këtë aradh të madhe reforma që kryeministri Edi Rama do të ndërmarrë në kuvendin e Shqipërisë? Atëherë, çdo qeveri në momente kur vjen në pushtet ose në rastin aktual që kemi ne rikonfirmim, piketën e së të parë ka vendosjen e reformave. Tani përsa i përket uljes së numrit të deputetëve, kjo duhet parë në 2 perspektiva. Një perspektivë e parë, e cila është perspektiva normale, është rënja e popullsisë që kemi në Shqipëri. Momentalisht gjykohet që numri i popullatës në Shqipëri të jetë nga 2 milionë në 2.4. Gjithsesi kjo lën vend për diskutim. Sa persona janë real, sa janë aktiv. Duke pasur rënien e popullatës, është normale që të bjerë edhe numri i deputetëve në parlament. Ana tjetër, e cila unë mendoj përse kryeministri po vendos për të ulur numrin e deputetëve, është ai në kushtet aktuale që jemi tani me 83 deputet, ai e ka shumicën e cilësuar. Ai dhe me uljen e deputetëve përsëri do ta ketë shumicën e cilësuar në parlament. Dhe nuk dua të bëj teori konspirative, po leximi që bëj unë si politolog ndaj kësaj situate është duke qenë se ne jemi një vend me një lloj demokracie të kushtëzuar. Duhet ta pranojmë të nuk është se jemi një vend totalisht demokratik siç janë vendet e Evropës perëndimore, po kemi edhe ne mangësitë tona, disa prirje drejt autokracisë ose drejt dorës së fortë të pushtetit. Kjo do ishte një diçka që i shkon për shtat kryeministrit për të bërë reformën e madhe që do tentojë të bëjmë pas 4 vitesh. Do ta keni parasysh të gjithë, nëse parlamenti i Shqipërisë do ulet nga 140 në 101 deputet, unë jam i bindur edhe reformat territoriale apo administrative do bëhet në shërbim të këtij funksioni,
mos u çuditni që mbas 4 viteve të keni një propozim të ri nga parlamenti për ne që Shqipëria të bëjë ndryshimet kryesore nga një republikë parlamentare të kalojë në një republikë komplet presidenciale, me një president jo thjesht figurë shteti dhe ceremoniale, por me një president i cili ka rol aktiv dhe dhe rol vendimarrës në ekzekutivin shqiptar. Ka fuqi me një president që ka fuqi ekzekutive, po thua. Po. Ky është arsye politike përse po tentohen nga 140 në 101 deputet. Për arsyen e vetme, sepse nëse do vazhdojmë me këtë lloj konfigurim parlamentar për të bërë ndryshime të thella kushtetuese, të duhen 97 mandate deputetësh. Dhe tani pavarësisht të jemi të sinqertë, për sado e fuqishme të jetë Partia Socialiste, të marrësh 97 deputet është shumë e vështirë, duke pasur parasysh kushtet e lojës aktuale politike. Kurse me 101 deputet, kjo gjë thjeshtëzohet shumë herë më tepër. Prandaj, në mendimin tim si politologë, duke pasur parasysh formën e zhvillimit demokratik që kemi ne si vend, ky është masterplani që kërkon të zhvillojë kryeministri Rama, për të kaluar nga kryeministër që është tashmë momentalisht, për të kaluar në një president me fuqi ekzekutive. Qartë. Dhe përveç pjesës së reformës parlament, a gjykon se ka diçka tjetër sa i takon reformës territoriale, cili është qëllimi që në Shqipëri bëhen her pas here, një herë po themi me një frekuencë të caktuar reforma territoriale, siç ishte ajo e vitit 2015, por paralajmërohet një reformë tjetër. Pastaj është reforma zgjedhore e cila është kryefjala e diplomacive perëndimore këtu në Shqipëri, por zgjedhjet kalojnë edhe reforma ngelet e paplotësuar ende. Reforma territoriale në Shqipëri fatkeqësisht nuk është bërë me qëllimin për të shërbyer qytetarit, por është bërë totalisht me qëllime elektorale. Pra se si dy forcat e mëdha politike të përfitonin më tepër. Në rastin aktual ka qelluar që reforma territoriale të hyjë në favor Partisë Socialiste. Është opozita, është Partia Demokratike e cila ka humbur deputet në kjo reformë territoriale, jo Partia Socialiste. Pra, arsyeja vetme për të zhvilluar reforma territoriale është zhvilluar vetëm për arsye elektorale politike. Jo një reformë territoriale e cila i shkon në shërbimin e qytetarëve. Për shembull, një reformë aktuale e mirë territoriale do ishte që të rivendoseshin përsëri komunat, për një arsye shumë të thjeshtë. Më lejonet të bëj një paralelizëm për sa i përket qytetit të Tiranës, duke qenë se ky është qyteti ku unë jetoj. Tirana sot cilësohet bashkë me majësinë edhe me Dajtin, edhe me malet përreth Tiranës. Por interesat e një qytetari që jeton në qendër të Tiranës dhe një qytetari i cili jeton në mal nuk është njësoj. Pra është absurde që në një farë mënyre ai personi i cili jeton në Dajt duhet të vijë në qendër të qytetit për të marrë shërbimet e tij. Por kjo është panorama e reformës territoriale dhe administrative që kemi ne momentalisht në Shqipëri. Pra e bërë totalisht vetëm për qëllime elektorale. Se si do jetë reforma e re, duhet parë në vijim, duhen parë propozimet që do sjellë majoranca, por duhen parë dhe propozimet që do sjellë opozita nga krau tjetër, sepse edhe opozita ka fjalën e vet për të thënë këtë çështje. Dhe momentalisht deri tani nuk është se kemi dëgjuar një propozim konkret për sa përket kraut opozitar. Thojnë të gjithë duhet bërë një reformë e re territoriale, por momentalisht propozimet dhe se si do bëhet kjo reforme nuk ka. Qartë. Dua të hidhem në një çështje tjetër, tek çështja e tretë. Gjithmonë tek reformat e paralajmëruara nga kryeministri Edi Rama, ku ndër më të mediatizuar është padyshim që ka të bëjë me ndërtimet pa leje, me territorin, me urbanizimin, që ai e ka quajtur rilindja urbane 2.0. Tani, unë do doja që ta lidhja këtë si çështje edhe me emërimin e Ogerta Manastirliu si kandidate zyrtare tashmë e Partisë Socialiste për Bashkinë e Tiranës, por nuk e di se sa rol do të kenë realisht bashkit në këtë rilindjen urbane 2.0, kur dihet që këto gjëra janë kryesisht eksklusiviteti i kryeministrit. Dhe në fakt, kjo që ka nisur që tani në Korrik, neve pamje dramatike nga Thethi, nga qytetet turistike, fadromat në mes të plazhit, duke prishur shtesat e tjerë. Diskutimi pastaj mbi ligjshmërinë e këtyre shtesave, të cilët në një pjesë të madhe ishin marrë me leje, por ndoshta leja ishte diskutueshme vetvete, etj. Në përgjithësi,
Nëse do flas për opinionin tim, unë jam për ciladò që janë ndërtime pa leje nuk duhen ndërtuar. Për sa i përket mënyrës se si po zhvillohen prishet, flasim për ato që ndodhen në veri të vendit, bie kundër për faktin pse po i bën tani në sezonin turistik. Do thotë, i bëri në klubin e sezonit turistik, duke dhuruar edhe një pamje të shëmtuar për ata turista që vinë. Pra në një farë mënyre, qeveria shqiptare ka vite që mundohet ta ngrejë formën e turizmit dhe jep një pamje të shëmtuar në një moment shumë delikat. A është kjo në dorën e bashkive? Shumicën e vendimeve me sa duket nuk janë më në dorën e bashkive. Shumica e vendimeve janë në dorën e qeverisë. Ka një centralizim. Ministri i cili merr vendime. Ka një Pra centralizim. kompetencat e bashkive gjithmonë vinë në zvoglim. Po të kemi parasysh jo vetëm në rastin në veri, po edhe rastin kur pam dorëheqjet masive në bashkinë e Vlorës për shkak të mungesës së ujit në periudhën e sezonit turistik. Pra kemi shumë kompetenca të cilat po i largohen bashkive, dhe duhet kuptuar me vërtet se ku qëndron ndarja e midis pushtetit vendor dhe pushtetit qendror. Ne shikojmë gjithmonë dita ditës që pushteti qendror bëhet më i fortë, edhe ngelen shumë pak kompetenca për sa i përket pushtetit vendor. Ndërkohë duhet ishte e kundërta, sepse administrimi i qytetit bëhet më mirë nga bashkia. Pushteti qendror ka kompetenca të tjera. Po, për shembull, gjërat që të cilat janë lokale duhet t'ia lësh bashkive dhe ne po shikojmë që jo, nuk po ndodh kështu, po ndodh totalisht e kundërta. Është pushteti qendror i cili mbivendoset pushtetet lokale. përveç rastit të rilindjes urbane 2.0, për shembull, kemi rastin e dy reformave të paralajmëruara nga kryeministri, ajo e mbetjeve dhe e ujit, të cilat do t'u alargojnë kompetencat e këtyre dy sektorëve bashkive, do të themelohet nga një operator për të dyja dhe për mbetjet edhe për ujin, i cili do t'i shndrojë, po themi, bashkit në klientët vet. Pra një operator shtetëror që varet drejt për drejt nga pushteti qendror. Pak a shumë do të kuptuar edhe qasja e cila po zhvillohet momentalisht. Nëse kemi parasysh në vitin 2013, kur Partia Socialiste vjen për herë të parë në pushtet, reforma e parë që prezantoi kryeministri ishte do keni ujë brenda për 24 orë, brenda mandatit të parë. Sot jemi në mandatin e 4 të qeverisës, edhe prapë Tirana të paktën, me një që mund të flas për qytetin tim, uji vjen në orare të caktuara. Sa më shumë në periferi të shkosh, aq më shumë dihet mungesa e ujit. Pra kjo tregon që UKT-ja nuk është efikase. Kemi shumë institucione të cilat nuk janë efikase dhe absolutisht duhet bërë një reformë, por reforma duhet bërë në formën e vendosjes së diçkaje konkrete, se s'mund të flasim vetëm reformë, thjesht ndrysho emërtimet e një institucioni dhe u bë. Prandaj unë do të thoja që duhet zhvilluar më tepër punë. Nuk jemi aty ku duhet dhe nuk jemi fare aty ku duhet. Qartë. Duhet idhem të çështja e katërt, ndërsa po flistim për emërimet e reja në qeveri, për konstituimin e kuvendit, për reformat që kryeministri ka deklaruar se do të ndërmarrë nga kuvendi deri tek bashkit. Opozita ku është në gjithë këtë? Ne pam ditën e konstituimit të kuvendit që votoi pra në mënyrë, po them, simbolike kundër kryetarit kuvendit, sepse opozita deklaron se nuk i njeh zgjedhjet, se janë fars. Megjithatë ishte e pranishme në kuvend për të shfrytzuar sipas saj hapësirat që jep kushtetuta dhe ligji dhe demokracia parlamentare në një vend. Mirë, po nga ana tjetër është në pikpyetje të madhe fuqia e opozitës për të imponuar vullnetin e saj dhe për të i bërë kontrapedal qeverisë. Dhe nuk është vetëm tani në fillim. Janë 4 vite përpara. Si duket situata? Atëherë ju e thatë edhe vetë që parlamenti është nga majoranca dhe opozita. Po. Opozita ka rolin nëse parlamentar, ka komisionet, edhe duhet ngrenë zërin mbi çështjet e shqiptarëve. Problemi është mënyra se si e ngren zërin opozita. Duhet parë që një forcë politike të vinë në pushtet, fjala e saj duhet ketë konsekuencë. Pra, opozita duhet jetë e ndërgjegjshme për fjalët që thotë dhe për mënyrën se si dëshiron të vinë në pushtet. Pra, në një farë mënyre, duke lidhur dhe me legjislaturën e 11, pak a shumë, që do më pyesin mua personalisht, pamja opozitës ishte groteske.
ti nuk mund të thuash unë nuk e njoh parlamentin, nuk njoh zgjedhjet dhe më pas të thuash unë betohem. Kjo është antilogjike. Do thënë nuk ka sens logjik. Ose nuk e njeh parlamentin dhe shkon ngujohesh në protestë, edhe e rrëzon me dhunë se ti po thua që kjo qeveri mund ka vjedh. Kjo është normativa kryesore që përdor kryetari i Partisë Demokratike, edhe pjesa më e madhe e deputetëve. Thonë zgjedhjet janë vjedhur, ndërkohë shkojnë betohen në parlament. Kërkojnë të bëjnë reformime brenda kampit të tyre dhe ç'o ndodh në fund fare riemërohen përsëri të njëjtët emra, të cilët pak a shumë zgjedhjet e vitit 2025 e treguan që dështuan politikisht. Për shembull, kryetari i grupit parlamentar opozitar pësoi një disfakt spektakolare në Fier. I vetmi i cili mund të jetë më i suksesshëm nga kampi opozitar ishte Gjek Markaj, ku fitua në Lezhë. Po prapë dhe ajo ishte një fitore pirrike. Opozita i humbi zgjedhjet në mënyrën spektakolare që mund të qëllonte. Dhe pikërisht duke vepruar pikërisht në të njëjtën mënyrë. Pra, është treguar që kjo lloj formë, bllokimi i parlamentit, vendosja e posterave, zhurma është diçka që qytetarët shqiptar nuk e duan, edhe e kanë dënuar opozitën pikërisht për këtë lloj aktesh. Opozita, nëse kërkon të bëhet shpresë për qytetarët shqiptar, do të ketë një qasje tjetër. Pra, ose do marrë një qasje që është serioze mbi veprimet që i merr, sepse çfarë na treguan, çfarë na tregoi seanca e parë e parlamentit? Kemi 83 mandate të Partisë Socialiste, pra që është i shumicë gati absolute në parlament, duke e bërë akor minimizuar rolin e opozitës. Pra, opozita do ndryshoj qasje, nuk mund të vazhdoj prapë të njëjtën lojë, sepse siç e përmend Einsteini, budallalliku më i madh që mund të krijojë njeriu është duke bërë të njëjtat veprime gjatë gjithë kohës dhe të presi të ketë një rezultat ndryshe. Jo, kjo është e pamundur. Nëse bën të njëjtat veprime, do kesh të njëjtin rezultat. Edhe opozita fatkeqësisht po bën përsëri të njëjtat veprime, që do thotë bllokimi foltore së kuvendit, bërja zhurmë, posterat që pam, bojkotimi ndaj votimeve. Jo, kjo është e kundërta. Opozita do të bëjë tjetër gjë. Qartë. Çfarë duhet bëjë opozita? Po them 2 pika. Çfarë duhet? Atëherë opozita që të bëj e para duhet të reformohet. Duhet të largohet Berisha. Nuk e do më njeri Sali Berishën. Nuk e duan Flamur Nokën, nuk e duan Rej Sheun. Bëj vishi bukur sa të duash. Populli e ka treguar që nga 2021 ishte rezultati më pozitiv që kishte opozita në zgjedhje. Zgjedhjet e 2023-shit, lokalet, zgjedhjet e pjesshme që u bën më tej, zgjedhjet parlamentare që u bën në maj të 2025 kanë treguar që pikërisht këto lloj njerëzish nuk kanë më pëlqyeshmëri. Partia Demokratike, si forca më e madhe e opozitës, duhet të gjejë shansin për të afruar njerëz të rinj. A e pa çfarë ndodhi me listat e hapura në zgjedhje? Tabaku dhe Ali Mehmeti ishin ndër personat më të votuar. Këto njerëz duhen Partisë Demokratike nëse do të bëhet alternativë për qytetarët dhe të rikthehet në pushtet. Me Sali Berishën nuk vjen më në pushtet. Me Flamur Nokën nuk vjen në pushtet. Me Albana Vokshën nuk vjen në pushtet. Me Luan Baçën nuk vjen në pushtet. Me Agron Xhekmarkaj nuk vjen në pushtet. Me Gazvend Bardhën nuk vjen në pushtet. Zgjedhjet e kanë treguar, opozita nëse nuk arrin të bëjë dot reformimin e brendshëm, e ka të pamundur për të kthyer në rivalitet ndaj qeverisë Rama, sepse përpara do të ketë një logjika shumë e thjeshtë. Nëse ti kërkon të ndryshosh tjetrin, në fillim duhet të ndryshosh veten tënde. Dhe pyetja që qytetarët shqiptar dhe ne i bëjmë vetes sot, a ka ndryshuar opozita? A ka njerëz të rinj brenda opozitës? Seanca e parë parlamentare na tregoi që nuk ka. Është përsëri e njëjta retorik politike e cila qëndronte edhe përpara zgjedhjeve. Pra bojkoti, uzurpimi i foltores, krijimi zhurmë, pra bllokimi i seancave parlamentare, dhe kjo nuk është diçka normale. Kjo është diçka që njerëzit e kanë gjykuar opozitën për këtë sjellje dhe kjo është për mua hapi i parë politik që opozita duhet marrë brenda parlamentit. Duke bërë këtë lloj veprimi brenda parlamentit, atëherë opozita krijon edhe kazus dhe legjitimitet për të zhvilluar protestat e saj, në mënyrë që protestat të jenë
efektive, pra për të frymëzuar njerëzit për të dalë në protesta dhe jo duke qëndruar brenda të njëjtit batak, ku protestat krijohen mbi bazën e antarësisë së tyre. Qartë, mirë, dua të hidhem të diskutoj edhe një gjë të fundit me ty, Rej. Shkoputemi nga politika shqiptare, po them, e konsumit të ditës, e sherrreve, konflikteve aty në parlament, deklaratave kundër deklaratave. Bëhet fjalë për një gjë që lidh Shqipërinë me Britaninë e Madhe dhe janë emigrantët shqiptar dhe replikat mes kryeministrit Edi Rama dhe kreut të UKIP-it në mos gaboj, Nigel Farage, më korrigjon. Të cilat kanë disa muaj për hir të së vërtetës, por javët dhe ditët e fundit janë ringjallur sërish pasi Nigel Farage ka deklaruar të paktën publikisht, ndoshta edhe për retorik politike, thjesht se do të vizitoj Shqipërinë, por kur të vi me avion do të marrë edhe një numër, po themi, azilantësh apo të burgosurit shqiptar për t'i kthyer. Një retorik e cila është qartazi ksenofobe dhe ndoshta edhe më keq se aq, ndoshta raciste. Kryeministri Edi Rama i është përgjigjur që në fillim madje, që në korrik kur nisi kjo polemik me Nigel Farage, duke i quajtur nonsens këto pretendime se 1 në 50 shqiptarë në Britaninë e Madhe janë në burg. Por ndjes të shtunën në Angli është bërë një protestë cilën e kemi këtu mbas shpinës time, një protestë e fortë kundër emigrantëve, e organizuar nga disa figura të djathtës ekstreme. Si shef këto dy ngjarje të lidhura me njëra tjetrën, gjithmonë po themi në raport me emigrantët dhe azilantët shqiptarë. Ajo na intereson në fundit. Atëherë të analizë do të ndaj në dy pjesë. Në pjesa e parë duke u lidhur politikisht Farage dhe Rama, kurse pjesa e dytë është çështja e protestave të cilat kanë filluar që nga dita e shtunë. Atëherë, përse përket individit Farage, është populist. Kjo është e qartë. Nuk do të themi që duhet t'i shkojnë të gjitha kreditet UKIP-it për këtë çfarë po ndodh në Britani. Ajo që po ndodh në Britani tani është revolt popullore për disa arsye të tjera. Po përse përket Farage-t, ai normalisht si populist që është, sepse kjo është karta e tij, domethënë që nga momenti kur u bë arkitekti të ashtu quajtur BRICS, ideja kjo ishte vendosja e përdorja në një farë mënyrë e retorikës së djathtë duke nxjerrë në pa nacionalizmin britanik, edhe në rastin e Ramës, në këtë rasti, normalisht është diversion politik. Tani nuk mund të themi që shqiptarët janë fenomeni që flet Farage. Absolutisht. Farage ka të drejtë në diçka që thotë. Kemi shqiptarë të cilët janë marrë me aktivitete kriminale në Mbretërinë e Bashkuar. Po kjo nuk është panorama e shqiptarëve. Edhe britanikët nuk është se kanë këtë panoramë në mendje kur vjen për shqiptarët. Unë personalisht edhe duke u marrë me politikë, po edhe si qytetar duke takuar njerëz të tjerë, shumica e britanikëve janë të magnitur nga Shqipëria, duke nisur që nga kultura shqiptare deri te mikpritja shqiptare. Shiko, unë nuk pres që, sigurisht nuk pres që të na urrejnë, absolutisht, se nuk bën sens. Njeriu ka kontakte personale në jetën e tij. Farage përdor një narrativ politike. Por edhe kjo që të jenë të mahnitur nga ne është e vërtetë, Po. Të huajt kur vinë në Shqipëri dhe shikojnë kush janë shqiptarë, sepse shikonim, nëse do flasim për britanikët, nuk është imazhi shqiptarit, imazhi kriminalit britanik, atij i cili shkon për të marrë me krim në Mbretërinë e Bashkuar, duke filluar që nga kanabizimi dhe çështjet të tjera të aktivitetit kriminal. Nuk është kjo panorama e shqiptarëve. Dhe normalisht britanikët e dinë këtë gjë. Farage nga ana tjetër, duke qenë se është populist, edhe ka një agent të mirëfill politike dhe ka të domosdoshme gjetjen e armiqve. Se nëse flasim për të djathtën ekstreme, e djathta ekstreme është aktive vetëm kur ka armik. Në momentin që ti nuk ke një armik, dhe në këtë rast është armiku i jashtëm që vjen të destabilizojë neve, shqiptarët nuk janë faktor të destabilizimit në Angli. Ata janë shumë pak. Problemi sot që po të ishte puna për protesta, kjo protestë do kishte elementin shqiptar. Nuk përmenden shqiptarët në protestën që ka ndodhur në Angli. Protestat e sotme që po ndodhin në Britaninë e Madhe, ku po shikojmë flamurin e Shëngjergjit, se flamuri tipik anglez, ai i bardhi me kryqin e kuq, është flamuri i Shëngjergjit. Pra është diçka e cila lidhet me identitetin
kulturor të Britanisë së Madhe. Do të ndajmë diçka sepse po merret si një pjesë e analizëve, po merret si një qasje ksenofobe ndaj komunitetit islam. Shikoni, edhe vetë britanikët nuk është se kanë probleme me besimin, nëse ti je musliman apo i krishterë. Çështja e protestave të sotme në Britanik merret mbi bazën kulturore dhe identitetin europian. Kjo është ajo që po ndodh në Britaninë e Madhe. Domethënë, po të keni parasysh, këto protesta janë të frymëzuara diku. Tani, ideja është e tillë, Egon, nëse unë të ftoj ty në shtëpinë time, ti vjen në shtëpinë time dhe zbaton rregullat e shtëpisë time. Nuk mund të fillosh ti të rimodelosh shtëpinë time si të pëlqen ty. Kjo është situata e cila po ndodh në Britaninë e Madhe. Keni parasysh, javët e fundit ka pasur disa raste imigrantësh në Britaninë e Madhe që thonë tani ka ardhur momenti që në Britani të vendoset ligji shariatit. Ku është parë ndonjëherë kjo? Do shariatin vëlla, shko në Iran. Shko në lindjen e mesme në vendet ku madje jo lindjen e mesme, se vetëm Irani praktikisht e zbaton shariatin. Shkoj në Iran. Pse do ta bësh Anglinë në këtë forme? Kjo është arsyeja pse britanikët sot janë në protesta, dhe protesta është masive. Nuk duhet parë si diçka se po krijimi i narrativës moderne po krijon sikur po krijohet fashizmi në Britaninë e Madhe. Jo, nuk është çështje fashizmi. Janë thjesht disa njerëz që kanë lifestyle-in e tyre, kanë mënyrën e tyre të jetesës dhe duan të mbajnë këtë gjë. Mos harroni, kemi të bëjmë me një vend që ka qenë perandori. Sot e kësaj dite që flasim ne, një periudhë në botë njëhet si periudha viktoriane, pra periudha e dominimit britanik. Dhe normalisht, edhe për një shtetas britanik apo për ekzekutivin britanik, kjo është diçka krenarie. Ata e ruajnë dhe nuk mund ta lejojnë të shkatërrohet. Prandaj, nëse do flasim mbi këtë çështje, që ta mbyll. Jo, për ta mbyllur se dua ta sjell tek mënyra se si kryeministri Rama e përdor, nëse ai ka të drejtë kur i quan nonsense ligjërimet e Farazhit në raport me shqiptarët, po. Në fund të ditës, Edi Rama është kryeministri i shqiptarëve. Farazh është një politikan britanik. Edi Rama nuk është se ka përbor çfarë as edhe ti përgjigjet Farazh. E vetmja gjë që e përdor Rama për të përgjigjur është për të bërë faktor në mediat britanike. Sigurisht. Edhe pra është tip PR-i marketingu, sepse në fund të ditës do të kemi parasysh diçka. Kur vjen puna për të reklama, edhe reklama e keqe përsëri është reklam. Dhe ajo çfarë intereson edhe kryeministrit ton, po edhe Farazhit nga ana e tij, është të jetë sa më shumë virale dhe të ketë sa më shumë publicitet në media. Kështu që vetëm kaq është. Por nuk është problem çështja shqiptare në Britaninë e Madhe. Problemi në Britaninë e Madhe është ekstremiteti islam. Por këto janë ngritur në protestë. Nuk është se shikojmë parrulla anti-shqiptare në protesta. Shikojmë parrulla të cilat thonë duam të jemi siç kemi qenë. Edhe kjo është drejta e popullit britanik, ë? Qartë. Rej, unë të falenderoj për bisedën dhe për opinionet që solle në studio këtu me mua. Shumë faleminderit edhe për ftesën. Ishim me politologun Rej Sheu, folëm për aktualitetin politik në vend. Do të kthehemi vetëm pas pak në pjesën e dytë. Jemi rikthyer në këtë pjesë të dytë këtu në aktualitet. Do të flasim tani për aktualitetin në rajon, duke fokusuar sigurisht tek ngjarjet më të rëndësishme në Kosovë dhe në botë, ngjarjet ndërkombëtare të ditëve të fundit. Duke nisur me atë se çfarë ka ndodhur në Kosovë me ndërprerjen e dialogut strategjik, një vendim ky i ardhur nga ana e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në raport me Kosovën. Tani për të diskutuar për gjitha këto, unë kam kënaqësinë që në lidhje të drejtë për drejtë me studion time të kem analistin Endri Tafani. Endri, shumë faleminderit që jemi së bashku. Të përshëndes. Përshëndetje edhe ju. Ndodhi pezullimi pra i dialogut strategjik midis Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, një vendim i publikuar për hir të së vërtetës nga ambasada e Shteteve të Bashkuara në Prishtinë dhe jo i ardhur nga Departamenti i Shtetit. E bëra jo pa qëllim këtë hyrje kështu, si thua, për të hedhur spicat që në fillim, spicat e debatit. Çfarë mendon ti? Domethënë, patjetër që deklarativisht Kurti është bërë edhe nga ambasada amerikane është bërë përgjegjës për situatën në Kosovë. Po a ka diçka përtej Kurtit kjo gjë? Jo, nuk mendoj që ka diçka përtej Kurtit. Problematika me Kosovën, domethënë,
vendosi së SBA-s në mbrojtje të Kosovës dhe mbrojtjes së interesave të Kosovës është diçka e cila po vazhdon prej qena 1999 me ndërhyrjen e me vazhdimin pastaj për krahjen, për shpalljen e Republikës, me influencën e Shteteve të Bashkuara që shumë vende të botës ta njohin Kosovën, me pranimet që është bërë Kosovës për krijimin e PSK-s, me ndihmën që është dhënë për integrime në organizata ndërkombëtare dhe me mbrojtjen fizike nëpërmjet trupave amerikane që janë në Kosovë. Domethënë, ky angazhim i Shtetet Bashkuara të Amerikës ka qenë vazhdimisht prezent në Kosovë. Dhe ky angazhim vazhdon të jetë akoma në Kosovë. Trupat amerikane nuk ka paralajmërime për tërheqje trupash nga Kosova, në qoftë se ka pasur për shembull paralajmërime për tërheqje trupash nga vendet e Balltikut, siç ishte lajmërimi i para një jave. Për Kosovën nuk ka një shprehje të tillë, pra nuk ka një shenjë që Shtetet Bashkuara janë duke u larguar nga rajoni, janë duke u larguar nga Kosova. Dhe për më tepër, edhe se kur Shtetet Bashkuara të donin të largoheshin në rajone, pra ka një, po themi, ndryshim të politikës së saj, nuk kishte pse ndërpriste dialogun. Pra, unë thosh, thjesht mund të largohem me ty, po do flasim. Ke parasysh, pra, ideja e një ndryshimi strategjik nuk përpuset me ato që janë faktet konkrete në terren. Ajo që, dhe duke qenë se nuk është një ndryshim strategjik i Kosovës, atëherë ka të bëjë thjesht me një çështje që ka të bëjë me dinamikat e brendshme në Kosovë. Dhe qëndrimin që qeveria e Kosovës ka mbajtur në drejtim të problematikave që kanë ngritur vazhdimisht ambasadat amerikane. Mos harrojmë këtu që Shtetet Bashkuara, domethënë edhe kur Kurti ka qenë në 2020, kur ishte në fillim Kurti akuzoi atë Shtetet Bashkuara që ishin ata që e vullën, domethënë qeverinë e parë Kurti në 2020 dhe u sajua, po themi, ajo qeverisje me Abdullah Putin, që i cili arriti që të kishte edhe marrëveshje në Washington. Përpara se të bëshin zgjedhjet Kosovë, kësaj radhe prap Shtetet Bashkuara, ose më saktë përfaqësues të ndryshëm të Shtetet Bashkuara, se nuk është se Shtetet Bashkuara kanë, po themi, primare, po themi, Kosovën edhe klasë presidenti amerikan për Kosovën, po ke pasur personazhe të cilat janë marrë me Kosovën, të cilat ose edhe ambasada vet ka dhënë të kuptojë që siç e dhanë në rastin e krizës në veri të Kosovës, që tha Kurti është një personazh i vështirë për të punuar, domethënë për të bashkëpunuar, domethënë. Dhe pra mesazhet ishin të tipit të tillë që Kurti ishte një personazh i cili në vend që të zgjidhte probleme, krijonte probleme. Paktën ky ka qenë qëndrimi i po themi i Shtetet Bashkuara të Amerikës deri në zgjedhjet. Pastaj pas zgjedhjeve, qartë që Kurti pavarësisht se ka fituar një numër, është partia më e madhe në Kosovë për sa i përket rezultatit elektoral, nuk është fitues i zgjedhjeve, domethënë nuk e ka shumicën për të krijuar qeveri. Dhe në këtë rast, për pozicionin që kishte, gjithmonë Shtetet e Bashkuara janë referuar Kurtit si qeverisje në detyrë, ashtu siç është dhe definicioni legal, domethënë, kështu që është parë, domethënë, që Kurti nuk e ka pozitat mirë në Kosovë, është parë që vullneti i qytetarëve të Kosovës nuk ka qenë që të qeverisën Kurti, përndryshe do kishte 50% votave, dhe pastaj ka vazhduar me pjesën e asaj që për mendimin tim është tallje me Kushtetutën e Republikës Kosovës, një paraqitje e emri me një kokëfortësi 50 e ca herë, domethënë në cilën u deshën 2 vendime të gjykatës kushtetuese, u deshën ndërhyrje presidenti, domethënë një zallmahi e cila nuk kuptoi për çfarë. Qartë. Domethënë rezultati konkret, çfarë doje të arrije, çfarë doje të tregoje dhe ku domethënë çfarë doje të prodhoje me këtë që bëre. Sepse
një gjë e tillë, për shembull, në fund fare u vure që u kaluan në kush ishte kushti kryesor i PDK-s, që thoshte mos ke qenë një ministër, ku u kalua momenti i një personazh i cili ishte po themi nuk ishte qenë ministër, u kalua direkt pa përfundim. Pra, dhe mos kujtoni se në botë kanë qef të tallësh me ligj. Pra, pavarësisht se ti mund thuash ma jep ligji këtë mundësi, nuk mund të tallesh 50 herë me propozimin për kryetarin e Kuvendit të Kosovës. Domethënë, e kuptoj kur e bën lojën një herë ose 2 herë, ja po themi edhe 3 herë, dhe këtë qëndrim kishte edhe gjykata kushtetuese, nuk mund dalë më shumë se 3 herë. Po njëjti emër, përndryshe është shkelje e frymës së kushtetutës së Republikës Kosovës. Qartë. Kush e ka kryer shkelje të frymës së Republikës Kosovës? E ka kryer vetëvendosja me liderin e saj. Qartë. Pra, kjo është një tallje dhe pastaj ka vazhduar, domethënë, është e vërtetë që Shtetet e Bashkuara thoshin që me Kurtin e kemi të vështirë të bashkëpunuar, nuk është aq bashkëpunues, domethënë dhe po i dëmton raportet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe kjo ishte përpara zgjedhjeve, tani pas zgjedhjeve ti vazhdon me këtë gjë tjetër. Pas kësaj vjen rasti po themi i listës serbe, e cila duhet të kandidonte në zgjedhjet lokale që do mbahen në Kosovë, dhe thua nuk do të lejoj. Tani ti mund të kesh, domethënë, mund të kesh të drejtë, a mund të kesh gabim në atë që thua, po një parti politike nuk është ajo që vendos që partia tjetër konkurrente e saj është terroriste apo nuk është terroriste. Këtë e vendos gjykata. Dhe në qoftë se ke prova apo ke gjëra që lista serbe është e lidhur dhe duke kryer aktivitet në bashkëpunim me kriminal, është kthyer në një parti antikushtetuese, shkon në gjykatë, merr vendim gjykata dhe është gjykata që e përjashton nga procesi zgjedhor në zbatim të kushtit. Ti nuk mund të jesh një parti e cila vendos për një parti tjetër se kush do marrë pjesë në zgjedhje apo kush nuk do marrë, sepse edhe ligjërisht nuk është një përveç frymës, domethënë, po edhe ligjërisht është e pamundur. Për të kaluar te çështja e dytë që është në vijim të logjikës për të cilën po diskutojmë. Vetëm një ditë pasi erdhi ky vendim nga gjykata kushtetuese, nga ambasada. Tjetër, nuk është vetëm kjo se që u kthyen në gjykata, por është edhe çështja e nënkryetarit të Kuvendit. Po. E cili bllokohet po prap pas një arsye. Tani kjo mund të shërbejë për të marrë pozë nacionalistin në Kosovë, për shkak të zgjedhjeve që do jenë lokale tani dhe kërkon që, domethënë, ne e dimë se si ka qenë vetëvendosja ka qenë me idenë e bashkimit, pra praktikisht karta që ka lozur ka qenë karta nacionalizme. Qartë. Por problemi kush është? Imagjinoni dot për shkakun që posti i nënkryetarit të Kuvendit në Republikën e Maqedonisë Veriut, ti takoj një shqiptar dhe partitë maqedonëse të bëjnë këtë punë. Siç bëri vetëvendosja. Mirë, se situata nuk është për analogji e njëjta, sepse nuk është thjesht çështja tek një person i minoritetit serb. Çështja është tek një person që është antar i listës serbe dhe ka dallim në këtë rast. Megjithatë e kuptoj. Lista serbe për momentin, lista serbska për momentin është një parti e cila me sa diun nuk ka dalë jashtë ligjit. Jo, qartë, nuk ka dalë jashtë ligjit, jo, absolutisht. Po problemi është që është e refuzueshme në votim nga të gjitha forcat politike në Kosovë, jo vetëm nga vetëvendosja. Nuk e voton as PDK, as LDK, as kush. Dakor. Dhe ideja është në këtë moment, kur ky personazh ti duhet të gjesh fjalën dhe bashkëpunimet të tjera dhe ti nuk duhet të bësh, po themi, intransigjentin. Në këtë moment, kur ti bën veprime të tilla, që të cilat nuk shkojnë në drejtim të zgjedhjes së një zgjidhje, por një konfrontimi, pra, po themi, çfarë themi, në rasti konkret për zgjidhjen e nënkryetarit, ti duhet të tregosh vullnetin tënd për të zgjidhur, nuk është problemi të thuash tek, po themi, te lista serbse, asaj e meriton, por ne do kërkojmë që të ketë një figurë tjetër, pra të bësh atë që është pozicioni jot, po themi, i bashkëpunimit. Në momentin kur ti nuk e bën rolin e bashkëpunimit, pra atë të tolerantë të uljes zgjakave, po bën pikërisht këtë gjë,
atëherë ti kalon në, po themi, në pozicionin e atij i cili krijon probleme. Duhet kuptuar që nuk është ndonjë trimëri të madhe të marrësh pozën nacionaliste dhe të bësh. Ka një kohë kur është koha për armë, dhe është për luftë, ka një kohë kur është koha për diplomaci. Ne kemi vendimi i radhës që nuk më leta, po është në vijim të logjikës tënde, është mbyllja e zyrave të sigurimeve shëndetësore dhe shoqërore dhe pensionale këtyre gjërave në Mitrovicën e Veriut. Pra, zyrat lidhura patjetër me qeverinë e Serbisë, pra institucione, po themi, paralele në Kosovë, megjithatë institucionet cilat ishin në një mënyrë ose një mënyrë tjetër edhe në shërbim të qytetarëve serb në atë zonë atje. Kjo çështja e pensioneve për shembull akoma nuk është zgjidhur. Domethënë si do zgjidhet, sepse në qoftë se ti po themi e ke marrë përsipër ose ke gjetur një marrëveshje me Serbinë që ti të paguash pensionet e tyre, pra Serbia të kaloj fondin që është i mbledhur ndërkohë ndër vite për këto pensione, për ata që kanë idenë se si funksionojnë ato pensionet. Pra, gjatë viteve që ti kontribon, grumbullohet një fond i cili pastaj përdoret për këto pensione. Për sa kohë që ti nuk e ke gjetur një zgjidhje në tipit të tillë, nuk mund të marrësh veprime të tilla. Çfarë do bësh? Sepse ja e zëm, i mbyllë zyrat e pensioneve, personazhet aty do marrin pensione? Në qoftë se ata që janë aty nuk do marrin pensione, ti do i lësh njerëzit pa pensione. Në qoftë se ti do detyrohesh nga buxheti i Kosovës të paguash për ata që janë aty, pra ti e shton barrën mbi taksapaguesit e tjerë të Kosovës. Është e drejtë që taksapaguesit e tjerë të Kosovës të mbajnë edhe barrën për një pjesë të popullsisë e cila e ka fondin në një vend tjetër, por nuk sillet ky fond në Kosovë. Dhe Bashkimi Evropian reagoi sërish duke thënë që ishte një veprim i pa koordinuar, edhe ky. Po duhet koordinuar sepse ka shumë faktorë brenda dhe ti nuk mund të bësh mbi të gjitha një veprim të njëanshëm, për sa kohë që janë çështje të cilat kanë të bëjnë me, po themi, me komunitetin serb në Kosovë. Qartë. Problemi, ajo që shikoj unë në këtë, është ideja e një kryrje të një politike të brendshme në funksion të një pushteti që do fitohet në Kosovë. Fiton pushtet, po themi, lokal, siç janë zgjedhur tani, apo fiton pushtet qendror, siç do jetë më vonë. Ky ty të shërben për kartën e nacionalistit, por problemi është që kjo nuk i jep zgjidhje problemeve të Kosovës. Dhe jo vetëm që nuk i jep zgjidhje, po e përkeqëson pozitën e Kosovës. Qartë. Në Kosovë, ata që kanë qenë agresiv, domethënë kush ka qenë agresori, ka qenë serbët, prandaj Kosova dolin vete. Tani ti po e rikthen këtë dhe po e kthen në krahun e kundërt. Tashmë dalin sikur janë shqiptarët agresorët dhe serbët tashmë janë viktima. Dhe kjo nuk është vetëm në propagandë, por është dhe në qëndrime. Ajo që po qëndrimet e BE-s e cila i vuri sanksione Kosovës dhe qëndrimet e SBA-s tani që ndërprerën e përcaktojnë qartë ti po kthesh në rolin e agresorit. Kush është problemi që unë shikoj në afatgjat? Problemi në afatgjat është që ti akoma nuk e lidhur një marrëveshje, po themi përsa i përket asociacionit serb. Në momentin kur ti sillesh në këtë mënyrë, duke abuzuar me pushtetin, me pakicat serbe që janë aty, nesër pas nesër, kur të diskutohet ky asociacion, në tavolinë, kërkesat e komunitetit serb do jenë akoma dhe më të ashpra në kuptimin e garancive, e pavarësisë në vendime, etj, gjë që ka për ta bërë akoma dhe më disfunksionale shtetin e Republikës Kosovës. Sepse thot, si jeni cilë ju për gjithë këto vite. Pra ju keni abuzuar me këtë pushtet, atëherë unë dua garanci më të mëdha. Dhe kush janë këto garanci më të mëdha? Këto garanci më të mëdha do të jenë pushtete që do i ikin qeverisjes qendrore në Kosovë. Kompetenca ekzekutive, një asociacion me kompetenca ekzekutive, e kuptoj. Dhe kjo do e vështirësoj pozitën e Kosovës në planin afatgjat. Qartë. Tani,
Dua të flasim pak fare përpara se të idemi të disa zhvillime ndërkombëtare edhe për protestën e madhe që shqiptarët e diasporës bën në Hag përpara gjykatës speciale, e cila duket si një farë reakcion jo vetëm ndaj asaj që po ndodh në gjykatën speciale, por edhe tani nuk e di nëse po paragjykoj këtu, por edhe ndaj qeverisë duket sikur është një farë reakcioni. Si mund ta lexojmë atë protest shkurtimisht? E para njerë është një mbështetje për ajo është mbështetje për Kosovën, themi atë që është. Pra, lufta e ushtrisë shqiptare të Kosovës ka qenë për popullin e Kosovës, nuk ka qenë për të fituar qeverisjen X apo Y. Kjo ka qenë një luftë për çlirim kombëtar. Dhe në këtë kuadër, ajo protesta aty është për popullin që jeton në Kosovë, popullin shqiptar, dhe për Republikën e Kosovës. Problemi kush është që unë shikoj, është që ne kam shërë dhe herë të tjera, domethënë për shkak të, do themi, ardhes në pushtet ose qëndrimit në pushtet të liderave të UÇK-s për një kohë të gjatë pas shpalljes së Republikës Kosovës, pra që në 2000 e pastaj edhe pas shpalljes, ne kemi pasur një sulm të vazhdueshëm ndaj liderëve të UÇK-s për akuzat që janë për korrupsion, të cilat mund të jenë vërteta, mund mos jenë vërteta, por që ka qenë një temë debati e madhe në Kosovë. Dhe këtu është futur dhe vetvendosja. Vetvendosja vazhdimisht se ka akuzuar, po themi, liderat e partive të UÇK-s e tjerë, si liderat të korruptuar e tjerë, dhe në një farë mënyre ka sulmuar edhe vetë UÇK-n, të cilën tashmë ose UÇK-n në kuptimin që tashmë shikon si një po themi konkurrente politike në pozën e patriotit për Kosovën. Sepse duhet që të goditet diçka që të krijosh diçka tjetër. Pra nuk mund të jenë të dy ekstrem patriotik, edhe UÇK-ja dhe vetvendosja, e cila në planin e saj origjinal ka pasur bashkimin me pra lufta ka qenë për atë elektorat i cili dikur ka qenë me UÇK-n, pra jo elektorati i LDK-s, vetvendosja nuk ka elektoratin e LDK-s. Qartë. Vetvendosja ka elektoratin e të tjerë. Pra nuk ka atë elektoratin e thënë me zhargon, ndoshta edhe pak paragjykues, dhe kërkojnë ndjes në këtë rast paraprakisht, po siç thuhet elektoratin titist, atë traditën titiste, UÇK nuk ka. Okej, nuk mendoj që LDK-ja është titiste. Jo, po thash në zhargonin, përdoret në zhargon kjo. Prandaj sa nuk kjo është propagandë tjetër që zhvillohet përkundër LDK-s, domethënë, e cila pastaj të pengon që ti të shikosh edhe të logjikosh sakt mbi atë që janë politikat e LDK-s apo çfarë propozon etj, sepse gjithmonë fillon e vendos zhargon. E kisha fjalën këtu që ajo që elektorati që kërkon të vetvendosi është elektorati, po themi, patriotik, ai që kishte kërkesa ekstreme, bashkime me Shqipërinë, për të cilën akuzohesh UÇK-ja e cila nuk bëri aq sa duhej. Nëse mbani mend, Albin Kurti ka qenë kundër firmosës Rambujes, ka qenë kundër pakut akti Sari etj. Pra, ka qenë akoma dhe më ekstremist. Kështu që në një farë mënyre i duhet të luftonte mitin e UÇK-s dhe për këtë gjeti metodën e akuzës për jo vetëm për, po themi, për marrëveshjen që bëri për Zajednisën e këto që e tregoi, por edhe për korrupsionin. E keqja kush është? E keqja është që kur ti shkon në atë drejtim, pra të godasësh dhe shkon aq shtesë në drejtim të akuzave ndaj liderëve të UÇK-s, në një farë mënyre baltos edhe UÇK-n. Ideja është që po shpjegoja ishte fakti që në momentin kur ti godet, pra vetvendosja ishte ajo e cila, po themi, synonte elektoratin i cili ishte për bashkimin kombëtar, pra ishte ai elektorat që dikur kishte votuar UÇK-n ose që kishte mendim si UÇK-ja,
Dhe normalisht UÇK-n do e paraqiste si një, po themi, si një kundërshtar politik për t'i marrë elektorat. Në këtë kuadër u përdor korrupsioni dhe u përdorën dhe, po themi, marrëveshjet që u bën më mbrapa, marrëveshjet e Zednicës e tjerë për të ardhur në pushtet. Po ky qëndrim i vetvendosjes ndaj UÇK-s në një farë mënyre ndikon pastaj edhe tek, po themi, tek imazhi i luftës së shqiptarëve që kanë bërë 97, 98, 99 UÇK-ja, dhe në një farë mënyrë duket kjo kundërvënie e vetvendosjes ndaj UÇK-s, edhe në Kosovë, mund të shikosh edhe qoftë edhe në përkomente që mund të shikosh në rrjetet sociale, por qoftë edhe në përsutje televizive, është arritur tashmë kjo përçarje, domethënë në të cilën akuzohet vazhdimisht UÇK-ja, i bijet e tjerë, edhe për më tepër në mënyrën se si po sillet edhe vetë qeveria, duket që sikur e ka lënë pazore. Mjafton të kujtojmë këtu, ne kemi një ambasador në Holland, i cili nuk i ka ndjekur seancat, dhe kur është pyetur pse nuk i ka ndjekur seancat, tha i ka ndjekur online. Tani çfarë mesazhi jep? Ne kemi këtu në Shqipëri që kur ndodh një çështje qoftë edhe për një person Shtetës Amerikan, ambasada është gjithmonë prezente aty në sallën e gjyqit, kupton, apo kur janë interesat të firmave amerikane, apo italiane, apo gjermane e tjerë, ne kemi, sepse i shikojmë këtu janë prezent në sallën e gjyqit, në mos ambasadori, të paktën përfaqësuesit të ambasadës janë aty prezent. Ti tani je duke u gjykuar për një çështje që është kaq madhështore, siç është çështja e luftës së drejtë të shqiptarëve, të UÇK-s, dhe ambasadori nuk gjen kohën për të vajtur në seancë, për të qenë fizikisht aty po e ndjek online. Domethënë, e gjithë kjo ty të jep imazhin që i mungon mbështetja nga qeveria e vetvendosjes në drejtim të çështjes së UÇK-s. Për këtë arsye, kthehemi tek personat që janë aty, ajo protesta aty nuk është vetëm për, po themi, për popullin dhe për luftën e drejtë, por njëkohësisht është edhe në një farë mënyre kundërshtim ose shprehje, po themi, indinjate ndaj një praktikë që duket sikur i ka bërë vetvendosja çështjes së liderave të UÇK-s që janë aty në terren. Je shumë i qartë. Unë dua të diskutoj me ty shpejt edhe disa çështje ndërkombëtare, të cilat i gjykoj me rëndësi, nuk mund të lë të ikësh pa të pyetur si e sheh takimin e 14 shtatorit në Doha të Katarit mes përfaqësuesve të qeverive të disa vendeve, po them të lindjes mesme, një takim që u thirr si një kundërpërgjigje ndaj sulmit të Izraelit në Doha të Katarit vetëm pak ditë më parë. A duket se do të kemi një përgjigje nga bota arabe kundrejt Izraelit, apo janë thjesht deklarata të cilat nuk do të materializohen? Për mendimin tim janë thjesht deklarata, duke qenë se situata në lidhjen arabe, domethënë është e tillë. Shumë veta duan që të japin një zgjidhje dhe ka pasur një thirrje të Ligës Arabe që Hamas ndërpres luftën, të dorëzoj armët dhe të largohet nga Gaza. Kjo do i japi në një farë mënyre mundësi zgjidhjes me dy shtete, sepse të jemi të qartë, për sa kohë që Hamasi është në Gaza, do vazhdojë të ketë operacione ushtarake nga ana e Izraelit dhe një zgjidhje paqësore është praktikisht e pamundur. Dhe ky është qëndrimi i Ligës Arabe. Tani problemi kush është? Problemi është që Katari në vetvete është ai i cili e ka financuar dikur në kërkesën e Obamës, ka qenë ai i cili e ka strehuar në 2011 liderët e Hamasit në, po themi, në Katar, në Doha. Dhe vetëm kaq ka dhënë në drejtim të Gazës, pra qeverisë rreth 1.8 miliard dollar, vetëm Katari, dhe përveç kësaj ka pasur edhe një transferta që i bënte muaj për muaj rreth 30 milion dollar në drejtim të Gazës, të cilat ishin transferta të njohura dhe dieshin edhe nga amerikanët, edhe nga izraelitët, dhe lejoheshin për të kaluar në drejtim të Gazës. Pra, Katari ka qenë ai i cili vazhdimisht e ka mbështetur Hamasin dhe nuk është e rastësishme që Katari shërben edhe si, po themi, kanal komunikimi. Sigurisht. Apo lidhje që marrën me të tjerë. Problemi është që Katari nuk është vetëm i përfshirë në këtë drejtim,
por Katari financon është ai që është i Al Jazeera-s, dhe Al Jazeera është e përfshirë në një lloj propagande e cila e ka bërë Al Jazeera-n që të jetë e ndaluar të transmetohet në Arabi Saudite, në Jordani, në Emiratet e Bashkuara Arabe, në Egjipt, pra vetë vende arabe e kanë ndaluar Al Jazeera-n që të transmetohet në ato vende sepse e akuzojnë për nxitje të ekstremizmit. Pra segmente. Ti po thua që ta bëjmë më interesante, po pa humbur thelbin. Pra ti po thua që Al Jazeera është alamet televizioni i Hamasit. Po, në një farë mënyrë mban agjendën e Hamasit, patjetër. Nuk është rëndë që Al Jazeera është vetmi televizion që lejohet që të shkojë të bredi bashkë me trupat e Hamasit brenda dhe pastaj të japi kronikat në brenda zonës Gazës. Nuk ka televizion të tjerë në Gazë. Kronikat që merren në Al Jazeera. Pra, po problemi nuk e shikoj tek Al Jazeera në Gazë, e shikoj tek problemi i Katarit me përplasjet që ka me vendet fqinje. Pra, kur ti vepron në këtë mënyrë, dhe jo vetëm vepron në këtë mënyrë, po duhet ta dini, për shembull, ka pasur një tentativë për të bërë komplot midis Katarit edhe ku ka qenë gjallë Muammar Gaddafi për të rrëzuar dinastinë e Arabisë Saudite. Pra, se Katari ka financuar ato grupet ekstremiste brenda në Arabinë Saudite, të cilët pastaj u azjesuan nga Bin Salmani që erdhi e tjerë. Pra, Katari ka tentuar që të përfshihet edhe në rrëzimin e monarkive të tjera në zonën e Gjë. Dhe kjo e ka bërë që për shembull Arabia Saudite për një farë kohë nuk ka pasur marrëdhënie me Katarin, sepse e tjerë. Pra, këto qëndrime pastaj përplaseshin edhe në Bahrein, përplaseshin edhe në Arabi Saudite, në vende të tjera, në Jordani, përplasen në Yemen, përplasen në Sudan. Pra, vetë bota arabe nuk është e unifikuar. Nuk është monolit, po themi, në qëndrim. Nuk është dhe secili prej tyre mundohet, domethënë është përplasur një, ka një grup, ka një blok i cili përbëhet nga Arabia Saudite, Emiratet Arabe, Jordania dhe Egjipti që janë qasje tërësisht pro-amerikane, po them. Jo pro-amerikane, nuk është qasje pro-amerikane, kanë qasje kundër ekstremizmit, sepse kanë përvojën e stabilitetit në rajon, pra kundër ekstremizmit, dhe e shikojnë që çështja palestineze përdoret nga ekstremistët për të minuar dhe ato që janë qeveritë e vendeve që janë rreth rrotull. Pra, në këtë kuadër ata janë kundër ekstremizmit dhe për këtë arsye janë dhe të gasur që të përfshihen në akordet Abrams, kuptohet përkundër zgjidhjes me dy shtete, siç e kanë bërë qartë me kufit e 67-s, e cila ka qenë një edhe angazhim, po themi, i njohur botërisht i tyre. Pra, kjo pastaj kundërshtohet nga, po themi, në një farë mënyrë nga politika që kanë ndjekur Katari deri tani, gjë që e bën të vështirë pastaj që kur sulmohet Katari, të ketë një reagim të egër nga arabët e tjerë, pra vendet e tjera, të cilat e kanë parë Katarin si agresiv ndaj tyre me politikën që kanë ndjekur, qoftë me Al Jazeera, qoftë me financimin e ekstremistëve, domethënë, të cilët kanë tentuar që të rrezojnë edhe qeveritë e Egjirit. Kështu që nuk mendoj. Ti e mban mend Katari është përfshirë deri në skandale në Parlamentin Evropian para 2 vitesh, e mban mend besoj. E di këtë, domethënë Katari nuk është vetëm aty, Katari është përfshirë, po themi, edhe në financimin e universiteteve në botën perëndimore, rreth $100 miliardë që ka jepur në drejtim të universiteteve perëndimore, kështu që shikoni ato çështjet që dalin e protestojnë, një pjesë e mirë e tyre janë përfinancuar nga. Tani, meqense ishim të zgjidhja me 2 shtete, çështja tjetër është që 2 ditë para mbledhjes Katarit në Kombet e Bashkuara, Asambleja e Përgjithshme miratoi deklaratën për një zgjidhje me 2 shtetësi, pra 142 pro, 10 kundër, 12 abstenime, duke dënuar Hamasin dhe duke bërë thirrje për një mision stabilizimi të përkohshëm.
një veprim ky Endri që mund të ketë pasojë apo sërish janë thjesht çështje deklaratash pa asnjë peshë në terren. Dhe si është rolin e Tiranës, e cila ka abstenuar, hyn tek ato 12 po themi abstenimet, na bën der apo jo? Të nisim njerë me e parë njerë mendoj që nuk ka përcuar asgjë kjo deklaratë. Thon janë me ose kjo rezolut janë me dhjetra, me qindra rezoluta të OKB-s, të cilat nuk kanë fuqi detyruese për të dalër, që temet që është. Pra kjo rezolut nuk është palët mund të zbatojnë për aq sa e kanë qef. Kam qef i referendum rezolutës, nuk kam qef, nuk e zbatojnë. Domethënë nuk është detyruese, qartësi, nuk është detyruese. Nuk është. Dhe këtu të kthehemi te Tirana. Tirana zyrtare, ne kur shkojmë aty, ne nuk shkojmë për të bërë gjykatësin moral. Ne nuk kemi gjykatës moral të çështjes së Palestinës. Ne shkojmë aty për të mbrojtur interesat e shtetit shqiptar. Shteti shqiptar ka bërë të qartë. Pra, në qoftë se ata palët tani thonë jo zgjidhja me 2 shtete e tralala e këto të tjera, ne kemi një sekond pak. Unë e kuptoj këtë që thua ti dhe kjo kështu duhet të jetë, por ama kur vjen puna për të mbrojtur çështjen e Izraelit futet edhe dimensioni moral aty. Nuk e shmangim. Ta mbaroj arsyetimin. Shteti shqiptar, ndërkohë që kjo deklaratë është një deklaratë, po themi, siç e shpjegova, që është një deklaratë e cila nuk të çon asgjë kundi, shteti shqiptar ka qenë nga shtetet e para që e ka njohur shtetin e Palestinës. E vërtet është, kjo është e vërtet. Dhe ne kemi qenë nga të parët. Pra kur bota as nuk e diskutonte këtë punën e jo me 2 shtete, jo me rezoluta për 2 shtete e tjera, ne kemi qenë me fakte konkrete. Ne e kemi njohur shtetin e Palestinës. Pra, ne kemi njohur një shtet palestinez. Ajo deklaratë për ne nuk bën sens. Ne kemi njohur. Dhe jo vetëm kaq, por ka edhe një përfaqësi të Palestinës në Shqipëri. E vërtet është, ka përfaqësi diplomatike, është e vërtet. Po. Që do të thotë, në këtë kuadër, kur ti nuk arrin as sekundi me këtë deklaratë, për çfarë të duhet të votosh? Pra, të duhet të votosh thjesht ka çunana me lagojë nëse e shpreha, apo duhet votosh për të arritur një rezultat konkret në terren. Rezultati konkret në terren nuk është i arritshëm. Kjo deklaratë që thamë është e tillë. Ne kemi bërë të qartë vullnetin e Shqipërisë që të ketë 2 shtete, kemi njohur shtetin e Palestinës, dhe tashmë ne duhet të presim dhe duhet të shikojmë interesin ton. Interesi jon kush është? Ne kemi çështjen e Kosovës primare në politikën e jashtme. Dhe duhet kemi parasysh këtu që politika e Kosovës, pra shteti i Kosovës, është një shtet i cili nuk njihet nga Palestina dhe një pjesë e vendeve, po themi, të konferencës islamike. Nga 50 ca vende vetëm 37 e njohin. Pra, ne kemi një ngecje në njohjet ndërkombëtare të, po themi, të Kosovës. Përveç kësaj, ne kemi një qëndrim të shtetit palestinez që ne kemi qenë të para që kemi njohur, e cila thotë Kosova është Serbi. Atëherë, ne nuk jemi gjykatës moral. Pra, ne nuk jemi aty për të bërë moralin. Ne jemi aty për të mbrojtur interesat tona kombëtare. Interesi jon kombëtar është që Kosova të njihet dhe të jetë pjesë e OKB-s. Atëherë, në këtë rast, politika që duhet ndjekim është më jep të jap. Nëse ti nuk më jep mua njohje në këtë drejtim, dhe unë nuk të jap njohje në krahun tjetër. Mos harrojmë, para ca kohësh, para disa vitesh, kur Kosova aplikoi për të futur në një organizëm ndërkombëtar, autoriteti palestinez, shteti palestinez votoi kundër përfshirjes Kosovës. Dhe vetëm për pak vota, Kosova nuk u fut në atë institucion ndërkombëtar. Mund edhe të kishte abstenuar. Nuk do i thosh njëri, por votoi kundër.
Pra, ne duhet të kuptojmë këtë, ne nuk jemi këtu për të bërë moralin se kush është më i mirë, më i zgjuar dhe kush i dhëm më shumë për fëmijët palestinez. I dhëm më shumë një francezi, një gjermani, një arabi apo një shqiptari. Ne jemi në Kombët e Bashkuara për të mbrojtur interesat e shtetit shqiptar. Dhe interesi i shtetit shqiptar është ngushtësisht i lidhur me çështjen e Kosovës. Qartë. Nëse ne duam të mbrojmë interesat tona, duhet veprojmë më jep të jap. Por ndryshe, nuk mund të votojmë kundër, sepse ne e kemi njohur shtetin palestinez dhe nuk bën sens që ne të votojmë kundër asaj rezolute. Qartë. Për këtë arsye, përfundimi logjik është që ne duhet të abstenojmë. Qartë, shumë qartë. Ne mund ta kalojmë me vot pro, atëherë kur palestinezët dhe vendet e tjera të konferencës islamike të votojnë edhe të njohin shtetin e Kosovës. Si gjithmonë shumë i qartë, çështja e fundit në kuadrin e fundjavës në lindjen e mesme, sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio ka zhvilluar një vizitë, po themi, në Izrael mes intensifikimit të luftimeve në Gaza dhe përplasjeve diplomatike dhe këtyre konferencave që ne sapo i diskutuam së bashku. Cili është produkti i kësaj vizite të Marco Rubios në Izrael? Tani, ajo që duket në pamje të parë është, po themi, pjesa e dukshme është pjesa e dhënies suportit. Pra, nuk e di, më duket sikur do prej pamje. Pra, ajo që unë të dëgjoj dhe të shoh shumë mirë, pa problem. Para e dukshme është pjesa e dhënies së suportit. Dhe në këtë kuadër, ajo është një mbështetje diplomatike. Pra një vizitë e tillë është një mbështetje diplomatike për pozicionin e Izraelit. Pra kur gjithë bota thotë keni kujdes me Gazën etj, vajti një Shtetet Bashkuara të Amerikës, një sekretari të shtetit, siç është Rubio në atë moment, është një dhënie e një mbështetje, po themi, diplomatike shumë të qartë publike. Po. Atë që ne nuk e dim pastaj është pjesa që do flitet mbrapa kuintave. Sepse mund të jem në një farë mënyre i bindur për faktin që Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk ka qenë aq të kënaqura në mënyrën se si rolli i sulmit mbi Katarin, sepse u lajmëruan në moment të fundit në Izrael. Pra, Izraeli veproi në drejtim të Katarit me goditjen ndaj ferve të Hamasit para një jave veproi me kokën e vet, pa konsultuar me Shtetet Bashkuara të Amerikës, dhe i lajmëroi ato në momentin kur operacioni kishte filluar. I dha kohë të mjaftueshme Shtetet Bashkuara të Amerikës që të lajmëronin edhe ata Katarin, i cili edhe Katari mori informacion mbi goditjen që do ndodhte. Por sido që të jetë, kjo ishte një veprim i cili kam përshtypjen që nuk është pëlqyer edhe aq shumë nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, duke ditur edhe rolin e veçantë që ka Katari në politikën e jashtme amerikane. Në Katar ndodhet baza më e madhe ushtarake amerikane në rajon. Kështu që Shtetet Bashkuara të Amerikës do preferonin që çfarë do lëvizje që mund të bëhesh në atë drejtim, do ishte një lëvizje e cila duhet të kishte, po themi, një koordinim më përpara me partnerët. Nuk ka qenë një goditje e cila ishte e lehtë për të bërë, për ato që sapo thash për Katarin, për pozicionin e tij të veçantë në rajon. Edhe vetë brenda kabinetit izraelit ka pasur kundërshtime nga ana e shërbimeve sekrete izraelite, të cilat nuk donin që përdornin asetet e tyre, pra mos ndodhte një goditje siç ndodhi me goditja në Iran. Pra, nëse mbani mend në Iran, një lider i Hamas u vra duke vendosur bombë në hotel. Për këtë rast përdoren asetet që ke aty në terren, ke shërbimet sekrete. Në këtë rast shërbimet sekrete të Izraelit nuk donin që të përfshiheshin në këtë, sepse pretendimi i tyre ishte që ne jemi duke krijuar dhe kemi kanale komunikimi të cilat do prishen nëse ne do fillojmë të kryejmë akte të tilla brenda territorit e Katarit, dhe për këtë arsye vendimi u mor për të goditur me aviacion, pra u përdor ushtria. Dhe pra gjithë kjo situatë nuk ka qenë aq e lehtë, domethënë edhe brenda kabinetit izraelit ka pasur, po themi, përplasje në mënyrë sigure dhe për më tepër ka sjellë përplasje edhe me amerikanët që nuk kanë qenë të kënaqur. Kështu që
vajtja në atë moment është publike mbështetje, por në krau tjetër aty mund të diskutuar puna e koordinimit të mëtejshëm e para për çfarë do lëvizje që mund bëj Izraeli në drejtim të veprimeve të tilla duhet koordinohet më parë me amerikanët, dhe për më tepër mbasi mund të jetë një koordinim për sa i përket çështjes Gazës se çfarë ndodhi në të ardhmen. Pra, si do vazhdojnë operacion, kush është plani izraelit, dhe këto janë gjëra që janë mirë të diskutohen kohë në kohë dhe nëpërmjet bisedave në telefon. Qartë. Mirë, Endri, unë të falenderoj shumë për bisedën dhe për ekspertizën dhe analizën që solle këtu në studio. Faleminderit. Ishim me analisti Endri Tafani, folëm pak për aktualitetin politik në rajon në Kosovë me atë që ka ndodhur me ndërprerjen e dialogut strategjik me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe padyshim për aktualitetin e disa zhvillimeve ndërkombëtare nga lindja e mesme. Ishte ky aktualiteti edhe për sot. Ne do të shihemi vetëm nesër. Qëndroni këtu në NTV.